si dhe bashkë me mua dhe i ftojmë pra në meje që të komentojmë këtë ndeshje së bashku. Për qenë në krahun e djatët e kërkom të organizohë skuadra e Slovës, por e kanë marrë futbolistët e skuadrës së Arasit, të cilët e kontrollojnë të gjysmë fusha atyre, pra janë minutat e para, të shohim se si do të ecin minutat e tjera, veç se fillimi topin zonë Trepzisë tek skuadra e Slovës mbyll me vështërsi mbrojtja e skuadrës Slovës, topi në qendër të fushës. Mikrofonin për pak e qaste ja kalojmë kolegut vendas Zhuzhi. Po vjen shpëtim Toska, ylli futbollit Dibran, kujtim prend që ish kapiteni i ekipit Dibran që në mbrojtësi dhe një Zidani, mbrojtësat. Pra e kam alternuar Dibrën dhe Shqipërinë. Ajkën. Set i kësaj zone afro këtu, ishë nxënësi im i talentuar, i persekutuar, por i talentuar, ai që ndërtoi lumturin mbi dhimbjen. Dhe ja ku është sot mbrojtësi më i flakt i kësaj fushe, i këtij vendi, legjenda Robert Bitri, bashkëorganizator me mua. Ky është ai që çdo ditë unë vi një herë në vit dhe jap mbështetjen maksimale. Ky është ai që çdo ditë më thoj e ka mbrojt këtë fushë të bukur në këtë amfiteatër sportiv. Apo jo Xhevandoka. Përshëndetje gjithëve, fjala është për Robert Bitrin që më pas do të laurohet së bashku me 12 persona tjerë që kanë mbrojt këtë vend dhe na kanë ndihmuar për këtë aktivitet. Pas kësaj ndeshje do të kemi ceremoninë. Atëherë do më falni për zonin, sepse dje i kam organizuar, drejtuar dhe unë nuk jam profesionist me mikrofon. Profesor Dëfrimi është i lindur për këtë pjesë. Duhet falenderoj në përgjithësi gjithkënd që ka ardhur. Faleminderit juve që na keni ardhur, ikonat futbollit shqiptar, që na keni ngretur zemrën mal. Ishte kënaqësi t'ju shifshim nga televizori, por ishte e pabesueshme që do t'ju takojmë dhe do jeni këtu prezant me ne në fushën e tij për të na dhënë një mesazh, për të mbrojtur vendlindjen, për t'i dhënë ngjyrat të larmishme aktivitetit që ne organizojmë çdo vit. Ju jemi shumë mirënjohës dhe shumë faleminderit. Faleminderit edhe gjithë kujt që ka ardhur, si nga diaspora, sepse shumica kanë ardhur nga diaspora. Tani do të mlidhen sepse është ndeshja e parë dhe të vinë edhe të tjerë. Tu të bëhet një festë shumë e bukur. Faleminderit me që më doli në sfond tek Vando, Xhev të përshëndesin. Kemi kënaqësi, do të lejmë edhe një 10 minuta fëmijët autik që të luajnë me qëllim që t'i sensibilizon, sepse ata janë fëmijë shumë të mirë, janë shumë të këndshëm, janë ndryshe, por janë shumë të mirë. Berti do jemi prapë bashkë sot, se nuk do lodhemi sot të dy, do flasim, do respektojmë njerëzit që na kanë ardhur të gjithë. Dua të them që këngëtari i njohur Dibran, artisti i mrekullueshëm, nderi i kulturës Dibrane, Tanja Shari është këtu sot. Duart do vini për Tanja Sharin. Hajde tan këtu, futu pak me në territorit. Agim Skanën e kanë pikë të dobët, e du fort se më shpërgjigj në çdo moment, është i gatshëm. Ja ku është artisti i mrekullueshëm, gjuri i ran peshon vend vet. Agim Skana. Tanja Shari. Ja ku është Tanja Shari, një dorë të viti për artistin e mrekullueshëm që na këndon ato këngët e bukura, veçanërisht ato këngët që e kam mësuar këto. Shiko këto. Altin Sulçe e këndon, edhe Jutmi Gazheli e këndojnë me Zotin Piro Qose dhe Shëndetin Dje Dugar Rrugës e kanë kënduar. Silu Shqipe nga Kanaja, kjo është Dibra maja. Dibra pushkën e kazana, për Shqipëri e për bajra. Silu Shqipe nga Kanaja, kjo është Dibra maja. Dibra pushkën e kazanat, për Shqipëni e për bajra. Si do rrydhje për popullin e kësaj zone, për këta njerëz që kanë ardhur sot këtu dhe na kanë mbështetur, respekte. Ka ardhur Kadricani, një dorë të krytje pronarin Belalizës tani po e shoh nga Tirana. Kadricani një pru zotin Fushalie, te këta miq të mirë dhe të mrekullueshëm.
Korb Hasi, përshëndetje, trashëgimtarit Xhevdet Hasi, meriton një duar trokitje. Xhevdet Hasi, qoftë atje, nga shef nga lart. Në gjithë si është rezultati, situata, linja për kolegën ton Fatmir Zhuzhi. Shpejt Fatin. Minuta e 17, rezultati është i bardhë, Arasi 0 dhe Slova 0. Okej, zoti Robert ka bërë një surprizë sot, ka pre kurbanin që do ta bëjmë këtu te fusha e Fushalie. Na vaft marr me Kurban Bayram. Ti për më një dorë torkitje fort. Mikun nga Mizëqeja ka punuar 5 vjet mësues në Fushalie. Faleminderit dhe respekte për gjithë, duke filluar nga Mustafa, Aras, Fushalie, Liqe, e gjithë zona deri në Bellov dhe Slov. Faleminderit dhe respekte. Hajde pak, profesor doktor Xhevdet Zegaj, drejtori e Gnatjas kampione, ky është. E keni parë në televizor sa herë. Shprehu dëshirën, tha du t'jem atje. Atë janë burrat e Dibrës. Natyrisht, Kurbani, kur bëhet dhe në Dibër, është një mrekullim më vetë, sidomos për ne bektashin në përgjithësi, është fat, pastërti, miqësi, sinqeritet dhe mbi të gjitha bereqet për ata edhe për ne. Natyrisht, kur vjen Sokol Kushta, Ledio Pano, Pici, edhe Bashkim Tufa, Leonard Tasa, unë do vija me vrap, jo me nga dalë, për një shoqëri, por fjalët më të mira si kam thënë asnjëherë, dhe them për të frime të Hasanin, jo edhe një Tipran i mirë, po një shqiptar i mirë. Edhe pse jam nga Kuçi Vlorës, them që Dibra është e madhërishme me historinë e saj, me njerëzit e mrekullueshëm. Do t'jetë kupa kujtim Prençi, si ndihesh për këtë, e prisje një ditë të tillë që të bëj kupa jote në Fushalie, kupa shpëtim Toska, kupa Sokol Kushta, kupa Ledio Pano, kupa Jutmir Gazheli, kupa Marko Alia, kupa Vasil Bici. Ja ku është legjenda, shpëtim Toska, duar trokitje, për këmbën e artë të korabit të Dibrës. Gjiganti, i vogli dhe i madhi, shpëtim Toska, ja ku është. Të lutëm, Sokol, ajde një sekund, Ledio Pano, ajde Vasil Bici, afroni pak, bëjmë një foto, yjet, Jutmir Gazheli, yjet bashk, yjet në Fushalie. Që kjo është një aktivitet me përmasa historike, është një vend që e njohin mrekullisht edhe janë njerëz shumë ikpritës, njerëz që duan traditën, historinë dhe e pata shumë kënaqësi që mësova shumë me kënaqësi këngën Dibra Maja Maja. Silu Shqipe nga Kalaja, kjo është Dibra Maja Maja, Dibra pushkë në kazanat, për Shqipëri e për Bajrak. Rof Dibra dhe populli Dibra. Ja bra, një mizëqar këndon Dibra Maja Maja. Sali Kalaveria, duar trokitje për trajnerin e Korabit, që ka mbajtur gjallë ekipin e trive të klubit Korabit. Ju uroj misarin gjithë miqve, veçanërisht janë të largët Sokol, Gazhelin, Ledion, gjithë të shokët këtu që i kemi këtu. Shumë faleminderit për respektin që na keni bërë. Tu përshëndes Bertin dhe të Frimin që janë nisëmtarët e kësaj evenimenti madhështor. Shumë faleminderit për gjithëve. Dhe pastaj nëse prapë është barazim, penalti. Ja, i duar tokasin, yjet e veçën dhe të ri të taekwondos kanë ardhur nga Tirana për ju. Ja ku është. Nga Gjirokastra dhe Dibra, imagjinoni qa kombinimi, ha? Ja. Edhe Idris Gashi nga Durrësi, hajde kryegjyshtari, ja ku është. Po vjen dhe Kosova, po vjen, se kemi edhe i kryegjyshtari nga Kosova. Për ta bërë më të paanshme, Sabri. Mos ketë asnjë drejt me fol. O vlezër, unë jam me gjithë, unë s'kam asnjë, jo ky, unë duhet fitoni ju të gjithë. Të fitoj më i miri. Që kaloni i ditë bukur, ta keni kujtim, ta mbrojmë këtë zonë, ta promovojmë, ta respektojmë dhe t'u japim ato që meriton futboll. Ta ndihmojmë Robert Bitrin, mos jeti vetëm, sepse Robert Bitri është misionar, jo veprimtar, është misionar. Ndaj një duar trokitje për Bertin e dua, sepse ai e mban çdo ditë të fush. Unë vi një në vit, ai çdo ditë
e bën këtë gjë dhe i them falënderit Robert Biti. Ku është Berti? Falënderit Robert Biti, hajde këtu, të të përqafoj një herë, si dikur kur të kisha në zërës. Ja, kampionet, kështu janë kampionet, të heshtur, ja. Këto janë kampionet të heshtur. Angela Plata. Gjithënde ju këndësoni për buni e menshuri. Gjithënde ju këndësoni për buni e menshuri. Po të thani fjallë i brani, nuk e plenas me flori. Po të thani fjallë i brani, nuk e plenas me flori. Atira. Preskas presi ka pastor, me posotin atak. Preskas presi ka pastor, me posotin atak. Me pasini klibran, e ke ponqu mire. Me pasini klibran, e ke ponqu mire. Vazhdojmë. Një do të ujnë për Saliba Gjaku, nipin e së frikikisht ka arga Elbasani, ka në arga Italia.
me avionin Verona Rinas ekskluzivisht sot në Fushalie. Linja për komentatorët Isuf Myrtaj, fituesi i çmimit të pa sezonin e kaluar. Faleminderit e frim është gati për atë nisë dhe kjo përcaktohet finalisti i parë. Janë 3 ministrat dhe Datçës përballë njëri tjetrit në sfidë 2 nga 20 minuta, si të tha dhe moderatori kryesor i këtij eventi, zoti Mesani, do të shtohet vetëm 5 minuta në shtesë në Brazili. Një vlerësim të veçantë për gjithë ftuarit, miq tanë, respekt e pafund që prezenca e tyre e bë këtë aktivitet dhe këtë pjesëmarrje shumë cilësore dhe shumë domethënëse. Vlerësim për gjithë ekipet, për gjithë pjesëmarrësit, që po e bëjnë këtë ditë shqyqyzotit e prishim me shi, po në diell, siç kemi zemrën, siç ka zemrën organizatorët, dhe inshallah bëjmë më të mirën. Respekte për gjithë. Buroja Letës, e bie një djalë këtu, një djalë aftësi ndryshe të lutem. Unë dua një përqafim për djalin e Bertit që është me aftësi ndryshe, një duartokinë të fortë për Gertin. Ku është Gerti? Ku është Gerti? Fuqia, Gert Gjiganti, Gert Kampioni. Ja ku janë një duartokinë për gjithë ta djemë, të mrekullueshëm, shikoni, pasionant. Ja, fort, ju lutem. E meritojnë këta djemë, këta njerëz. Ja, të ndryshëm për të barabartë me ne. Ja, një duartokinë. Ja, Gerti, djali Bertit, një duartokinë për Gerti Pitri. Ja, përqafoj e bardhin, një përqafim me bardhin. Të gjithë ju, përqafoj e bardhin, që u ka bërë të dhurat të shmuar. Ja, përqafoj Sokol Kushtën, Ale Sokol, përqafoj të fëmijët, Ledio Palo, përqafoj pak, se e kanë kujtim gjithë jetën, Momente emocionuese këtu në stadiumin futbol Buzdrinit në Fushalie. Yjet përqafohet me futbolistët me aftësi ndryshe. Bravo, Berti, bravo. Jeni quna shumë të mirë. Bravo. Shumë bukur, jare vajza, do luaj dhe kjo goca futbol, lituar për vidje. Do luaj futbol dhe kjo. Bravo. E kupton që ke bo sot? E kupton? Ky diell i lartë është në shpirtin e secilit nga këta me uniforma që i ke dhuruar Bardhyl Beqiri. Zoti ta shtoft jetën dhe kuletën. Apo jo, drejtore e ju. Numri 7 Merhov Kotat. Jashtë. Tret Karoshti, ka emocione, merë për unë, ka goditur dhe shtyll. Në fatin e finales, ja Bucin po shërbrulli, Buci, ka pritur portieri dhe skuadra e Datçës mbetet në dojë të shohim nëse do të realizojnë, me pas do të ketë një tjetër seri të shtuar. Ja, Godet dhe Barazim 2-2. Tashmë do të quhet edhe nga një penalti derisa të dalë skuadra fituese. Portierit Buçpapa i gol ka shënuar skuadra e tre njishave duke kaluar në avantazh. Numri 11 i skuadrës së Datçës është Dut Skepi në protokoll. Dut Skepi me Ngjerashi. Nëse Skepi Godet jashtë dhe skuadra 3 njishave është në finale. Skuadra e 3 njishave është në finale dhe gjithë shkojnë të përqafojnë portierin Hasir Buçpapaj. Jo vetëm që kanë dalur disa penalti, por ka ekzekutuar saktë. Ishte gjithçka për këtë gjysmëfinale në komentat në moderatori Metasani event. Dy janë të propozuar nga Naime që do t'i japim këtu, sepse këtu është edhe një mësues shumë i dalluar në Fushalie, që unë e kam shok për 30 vitesh. Ai ka bërë një punë të jashtëzakonshme për edukim fizik dhe sportin në shkollën e Fushalies dhe ka ardhur momenti që unë sot t'i them faleminderit.
Faleminderit Albert Halilaj. Faleminderit për gjithë punën që ke bërë në gjithë të vite. Ja ku është një dorë trokitje për Bertin, mësues Berti. E falenderoj shumë. Do t'i lutem Sokol Kushtës që t'i jap të çnim këtij mësuesit të dalluar të edukimit fizik. Një dorë trokitje për këtë moment. Janë kujtime të bukura. Uroj një ditë. Aktiviteti sportiv që bë Fushalia është i jashtëzakonshëm, po thoni promotor i lëvizjes sportive në Dibër, në Shkopi. Unë vjen mirë që jam pjesë e edukimit të brezit të ri, përsa i përket jo vetëm sportit, po dhe fushave tjera. Urime, ta kaloni zonë grupe. Dili ju mrapa? Faleminderit të prit. Faleminderit Berti ta gëzosh. Luftar Noka është ku? Luftar Noka. Nëse është këtu Luftar Noka, është lajmëruar që të vi, ai do të lëvorohet sot për gjithë kontributin e çmuar që ka dhënë në vite në sportin e futbollit, duke ndëruar fshatin e tij Blisha dhe gjithë treven e Fushalisë. Luftar Xhavat, ku je Xhavat? Xhavat Noka, e merr Xhavat Noka, Xhavati është lauruar 10. Dorëzon Ledio Pano por Luftar Nokën. Shoqërimi i duar Dorgiti këtë çast. Mirënjohje, faleminderit. Gjetan Marku është këtu? Ja ku është. E dorëzon zoti Munir Hoxha, inxhinier dhe një nga intelektualet e zonës. Gjetan Marku është një nga djemt që ka ndihmuar, është djali vet. Akzash. Ja ke erdhë kushimi im që e kom pas ka unë tim djath, falënderit shumë Besi. Këtja dedikojmë Aurelit, sepse Aureli ka luftuar me një smundje shumë të rëndë dhe fitimtarët kampionit fitojnë gjithmonë, si gjithë ne që kemi fituar një betejë që është gjithë jetës. Dhe Aurelit, shërim të të kushë. Aureli, akzoj. Faleminderit shumë edhe u përkthej për pjesëmarrjen gjithëve. Li falenderoj të çan nga arbitri, i cili është apostolik i futbollit. Dhe desha me thonë që stop Skavica, po Dibra. Faleminderit. Faleminderit Besi, faleminderit. Vazhdojmë. Dan Skepi, është ku Dan Skepi, e pash që ishte këtu në aktivitet, ku është Dani? Zoti Ari Begu, drejtori, ish drejtori i shkollës sonë, ja dorëzon zotit Dan Skepi. Atëherë, i jepet për kontribut të dhënë në mbështetjen e përmirësimit të infrastrukturës në fushën e futbollit Fushalie dhe ka ndihmuar në rritjen e cilësisë sportive në komunitetin këtu, të jetës sportive. Akzosh. Organizatorët Dëfrimet Hasani dhe Robert Bidri. Është një privilegj për mua të jasi të një të thuash një mbështetje në këtë fush, edhe falenderoj dhe Robert Bidri për çdo gjë, edhe ti profesor. Faleminderit. Është Gjakosov, shikoni është me gjak, me leonit ja puf pak gjakon se është gjak fushe, gjak zemre, gjak shqiptari. Vazhdojmë, pa humbur kohë se kemi ndeshjen tjetër. Jetmir Shehu, Muharrem Gjoka, kapiteni i tre njishave, hajde këtu Muharrem, Buri Dibrës dorëzoja, Jetmir Shehu, kapiteni i ekipit që sapo u kualifikua. Kanar nga Tirana, kujdes mos e prish, se bukurinë ka këtu kjo, ka kesh kujtim gjithë jetën. Faleminderit gjithëve. Falenderoj Robertin dhe gjithë ekipin tim, pa përjashtim të asnjëri. Ju përshëndes gjithëve. Faleminderit. Shpëtim Buci është këtu? Ndodhet Shpëtim Buci këtu? Mos ta humbni kohë, ju lutem. Zoti Bashkim Tufa, ju lutem ta dorëzoni këtë çmim. Redaktori i sportit, njeriu Jaku, po, dëgjoni çfarë ka bërë ky, po? Atëherë shpëtimi, edhe ki ka pas një luftë me një smundje që rrallë kush e fiton, po edhe shpëtimi
edhe shpëtimi është kampion dhe ja ka dalë. Na ka ndërtu një çezëm fantastike me një logo Futboll Buzdrinit që e kemi në hyrje të fushës. Nuk qenë fjalë për të përshëndet gjitha njerëz që nga i madhi Sokol Kushta, trashëgimtari i banoj Panos Leviopana, nuk qenë fjalë. Gjithë e madhe është ki profesori jon Devrim Elbasani. Giganti jon. Aksosh, profesor Vasili, tani fillojmë japim ata që na kanë ndihmuar në këtë aktivitet. Është Mehmet Kasiqi këtu? Mehmet Kasiqi, ndodhet këtu? Mehmet Kasiqi, presidenti në Lamat, është këtu? Kalojmë më vonë, kalojmë tek Bardhyl Beqiri. Bardhyl Beqiri është këtu? Bardhyl, të lutem mos abononi, e dini që të lauroni. Po, Jutmi Gazheli dhe Vasil Bici e tjetër. Vjen Bardhyl Beqiri edhe me këtë çmim për mbështetjen që na ka dhënë për aktivitetin mua me Bertin. Atëherë ja ku është çmimi për Bardhyl Beqirin, ka dëshirë t'ia jap Jutmi Gazheli, në fakt ka menduar Vasil Bici, po Vasili do t'ia jap dikujt tjetër. Gati? E shoqëroj me dorë do vite këtë çast. Jemi një minjore për mbështetjen që na ka dhënë edhe vjet, edhe si vjet, duke ndihmuar fëmijët në aftësi ndryshe duke u dhuruar uniforma. Bardhyl Beqiri, njeriu me zemër të madhe. Vazhdojmë. Liman Hoxha. Po. Do më falni vetëm për një dalje të vogël nga programi, për një bashkëpunëtor të Bertit. Alkidin doja të bëjë një dhuratë panellën e kombëtarit. Alkidin e do këtu. Shqiptar. Ky është Alkid Shehu, tifozi special i Korabit, mbështetës i klubit Korabi, dhe një djalë që bën gjithçka për mbarvajtjen, veshë bluzën, hape dhe veshë në sy të atit. Hajde, veshë shpejt. Takzosh. Vim tek momenti tjetër Liman Hoxha, presidenti i shkollës Sarina, miku im, djali Bliqe, njeri i suksesit nga 12 nxënës në shkollën e Ciklit Ulët, sot ka 1000 nxënës të shkollës Sarina në Tiranë. Faleminderit, është kënaqësi që të jam kontribut për këta njerëz të mrekullueshëm. Suksese. Shumë më dashur fuzionarë. Faleminderit, Liman Çelik Murati, një tjetër djalë me zemër të madhe, janë miq e mi këta që kanë ardhur nga Tirana për ta mbështetur, për ta nxjerrë faqe bardhë me çdo gjë. Unë do të ftoj zotin Baftiar Murati, një nga njerëzit me zemër e madhe, t'ia dhuroj këtë çmim. Takzosh. Do flasësh të fjalë? Faleminderit gjithë për mbështetjen që kanë marrë pjesë edhe miqtë tonë të organizim. Pretendoj që viti tjetër do jetë akoma më mirë edhe më lartë. Sukses të gjithëve. Artur Imera është këtu, një dorëdogje për turin, djali shkëlqyer. E ftoj zotin Altin Sulçe, është Altin Sulçe këtu, redaktori i Euronews, Albania. Vjen bashkë me zotin Edmond Taçi, se këta nuk ndahen nga njëri tjetri. Të dy bashkë. U dhuroja zotit Artur Imera. Edhe bëni një foto të dy bashkë. Shumë faleminderit gjithëve, faleminderit organizatorëve dhe shpresojmë sa më shumë evente të tilla ndihmë. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve, festë e jashtëzakonshme, urime të frim. Edhe vazhdoni traditën. Faleminderit. Faleminderit, na erdhën dhe dy miq menaxherët e verës e vlerës nga Fogadecia Emilia. Hajde. Muzikë, Emilia Rushkira, miki ti pa. Ai si ka qef to. Real Altin Tafa, shpije sot dolit e Tafës. Sigurisht që do vi Altini këtu, i e ftuar nga dëfti. Unë nga Pogradeci isha, shoki kisha këta, po tani u bëra dhe mik me ju Tibranë. Faleminderit dhe urime. Okej, faleminderit Altin, faleminderit Emiliano. Vazhdojmë, Rondi, hajde këtu. Qa kemi nga Kosova? Atëherë të them një përshëndes gjithëve me
bërë në këtë zjamat madhe që në kemi prit. Është gjithmonë kënaqësi që jetë prezent, sigurisht edhe nga Kosova kemi sjell disa mirënjohje, falënderime, shkon për shokoj kushten. Na ka bërë krenarin shqiptarën nga Kosova, me atë eliminimin e famshëm të Partizanit të Beogradit. Shqiptarët që në emër të shoqatës së gazetarës së Kosovës. Prandaj këtë mirënjohje dhe këtë falënderim që i ka dhënë futbollit shqiptar. Ky ka ngritur 5 miliona zemra dhe ka çliruar Kosovën që në vitin 1987 kur është bërë ndeshja Partizani Beogradit dhe Femurdari Vlorës. Goli i kushtës shpërbleu miliona zemra. Lot gëzimi sepse ishte lot krenarie dhe ky djali këtu sfidoi Serbinë e Madhe që në vitin 30 shtator 87. Okej, se na kam një mërtrikat. Ka një qmim për Ledjo Parë, Kosova që e ndronte para në parë. Robert Pitri, ku është? Robert Pitri. Shku të e këtu, të fritë. Jebe mbrapa. Ska që, hajde, pa drita, hajde, pa drita. Ishe pa kapele. Të ndëruar zonja dhe zotri, me lejoni sot, që në emrin tuaj, tia titullin Legjenda e futbollit fushalie, Robert Pitri. Hajde, Gatushi. Faleminderit gjithë Dibrës për gjithë mikpritjet që na keni dhënë sot, të gjithë këtyre fëmijëve me aftësi ndryshe. Ju falenderojmë shumë për gjithë përfshirjen që na keni bërë sot në këtë kompeticionin tuaj. Falenderojmë me zemër zotin Petashani dhe gjithë familjen e tij që na kanë mbështetur gjithmonë. Dhe zotin Pitri, do t'i them Berti se i ka patur edhe mik për disa kohë, kështu që falenderoj për gjithçka. Ne sot erdhëm për një ndeshje, por ne dolëm jashtë çdo parashikimi me gjithë donatorët që na proklamonin sot për t'u promotor. Nuk i mbaj mend të gjithë emrat, me zemër shumë faleminderit të gjithëve. Ju faleminderit. E djem prima për aton, o me normalet i stikan. Jo t'i brani, përsohet se kur qaku nuk halat, që nuk shpes, se sa e mundrio, e shtiri për vërtime, o e Mi
se parkimi I topit është harkuar, ka larguar mbrojtja, tentojnë, kalojmë dhe gol është harkuar, ka larguar mbrojtja. Tentojnë, kalojmë dhe gol futbollistët e Suksit janë në mbrojtje të këtij rezultati. Duhet vini për ceremoni këtu, bëni gati për ceremoninë. Edhe ekipet e tjera që kanë qenë të spashën duhet vinë këtu. Edhe personalitetet, ju lutëm, hajde një gjithë këtu. Hajde të fiton kohë, ju lutëm. Ilir Kurti, në për tja Zidane, kërës Ilir Kurti? Ilir Kurti, është ku? Hajde këtu, jetë kupën tja Zidane, kiqe atë qartë. Vazhdo, bjera të tjede, ok, bjera të. Bujar Karoshi, Mario Alia. Sulusi më I mirë. Atëherë vim tek momenti më emocionuesi kësaj dite. Së pari dua t'ju falenderoj gjithëve që ishit sot këtu. Një duartokëri për gjithë ju që na zbukuruat këtë ditë dhe bët që të bëhet më gjatë në kujtesën e secilit. Hajde që tre njëshat, ju lutem, afroni, tre njëshat. Afroni pak. Një mirënjohje dhe një falenderim shkon për fituesin që si zakonisht nuk gjykohet asnjëherë, ai është ekipi Suksit. Tani do japim trofet. Trofeu portieri më I mirë. Lexoj bujar. Arjan Karoshi merr kupën e portierit më të mirë, Marko Alia. Hajde afro. Ja buje, këtu. Mere kupën ktheu, bashkë me bujarin, kthej nga emri. Të lutem, kthej nga emri. Kupa Marko Alia, portieri më I mirë. Vazhdojmë. Kupa mbrojtësi më I mirë. I ka caktuar Juria, unë s'jam marrë fare me këtë punë. I jepet Teki Prençi. Yazidani, kupa është me emrin e Yazidani dhe jepi Ilir Kurti, miku I tij, Yaziu, për arsye shëndetësore nuk ndonë sot tu. Taksosh Teki, taksosh. Tragjedni shkon ke punë. Suksese. Vazhdojmë. I fund, Koli, fund. Kupa, kujtim Prençi,
kapiteni dhe mbrojtësi më i mirë, Alban Skepi. Alban Skepi. Ja ku është, merre dhe kupën, përqafoj kujtim Prençin, kapitenin, një dorë vini për Alban Skepin. Urime dhe suksese në karrierën tënde. Kupa lojtari më fair play. Dani Skepi. Faleminderit për këtë çmim dhe faleminderit gjithë për pjesëmarrjen dhe urojmë që edhe një herë të mblidhemi siç u mblodhëm këtë ditë. Faleminderit. Kupa trajneri më i mirë shkon për Dashamir Likën. Trajneri më i mirë, Kupa Vasil Bici. Profesor Vasil Bici, një dorë të vidje. Një falënderim duhet të jap për këtë tipa për pjesëmarrjen që kemi bërë. Shumë faleminderit edhe veçanërisht Vibran të Suktit që na kanë mbështet shumë faleminderit ekipit. Përpara se shkojmë të dy trofetet, kemi kupën Shpëtim Toska. Shpëtim, po e shënon? Po e bën gati, okej, është juria vazhdon me dilema. Kemi një dhuratë nga zoti Sefer Gekia, por zotin Urana Bazi është këtu. Urana Bazi, ku është? I jepet uniforma origjinale e Napolit. Nga Sefer Gekia. Atëherë, dy fjalë do thosha, me që unë kam vite që jetoj në Itali. Në faktikisht jam tifoz me Juventus, nuk e di se me cilë do tjetë zotëria. Me Roma, s'ka problem. Atëherë, unë zgjodha të Napolit, sepse Napoli u shpall kampion, aq më tepër që me Napolin luan dhe një lojtar i përfaqësuesës Kosovës, kapiteni Rahmani. Po, dhe Napoli faktikisht ka dhe një fanerë tjetër që luan mrena fushës, është e fanera ngjyrë blu. Por unë zgjodha këtë sepse kjo është fanerë që luan jashtë fushën Napoli dhe e bardha gjithmonë tregon paqen. Dhe ekipi Slovës është modeli i paqes. Respekte për ekipin e Slovës. Ai mendova që të sjell një fanerë me këtë ngjyrë që është ekipit Napoli që u shpall kampion. Ju uroj suksese, paqe gjithmonë, edhe gjithmonë të organizuar, të dashuruar me njëri të dashur me njëri tjetrin, ta respektoni njëri tjetrin, ta doni që ky aktivitet të vazhdojë në jetë falti zotërie gjithashtu. Faleminderit profesor, faleminderit gjithë. Në emër të ekipit tim ju falenderoj gjithë, falenderoj autoritetet e sportit shqiptar, Sokol Kushten, Ledio Panon dhe gjithë pjesëmarrësit, falenderoj profesor për organizimin e shkëlqyer. Shpresoj që vitin tjetër aktivitetet ditë më shumë njerëz dhe sigurisht do të shumë herë më bukur. Ju falenderoj nga zemra, faleminderit gjithë. Suksese dhe suksit, suksese. Faleminderit Urana Bazi, faleminderit Slovës, Barvyl, Çelik, Artur, gjithë miqët mi Zexha, faleminderit që jeni këtu dhe jeni kaq të mirë, ju dua shumë. Faleminderit. Sulmuesi më i mirë, çmimi i Shpëtim Toska shkon për Besmir Sheu. Një duhet të vini për Besin, Kupa Shpëtim Toska shkon për Maradonën e Karpatëve të Fushalie. Ja, erdhi një nga Shiaku, i duhet të vini për një tifoz nga Shiaku që ndodhë sot këtu. Përshëndetje, Akzosh, ishe fantastik. Shiko, jeta është jo gjithmonë fitore, të ndëruar miq. Jo gjithmonë ka fitore, edhe Barcelona edhe Reali, edhe Bayerni, edhe Juve, edhe gjithë skuadrat. E rëndësishme është që të fitojmë besimin për të fituar të nesërmën. Dhe ju e keni fituar këtë. Ky ishte një talent i shkëlqyer që unë uroj jetë të gjatë dhe sukses. Bravo, ja. Ke fituar kupën e legjendës Dibrana. Vazhdojmë, Ledio Pano. Golshënuesi më i mirë. Juria, shikoni sa tension ka, nuk është kollajore. Se ju kujtoni se vetëm me lujt është problemi. Problemi është edhe një uri, se janë çmime që ngeli histori.
A kupton çfarë trofeu keni marrë sot apo jo? Në ëndër se keni parë që të merrni trofeun Sokol Kushta, Ledio Pano, Vasil Pici, Shpëtim Toska, Jutmi Gazheli, merrni këto hyje, Kujtim Prençi, Yazid Dani, Marko Alia, kupa golshënuesi më i mirë me emrin e bukur të Ledio Panos shkon për Mane Kaçën. Lojtari më i mirë, çuna, më bëni gati, çuna. Lojtari më i mirë i aktivitetit. Lojtari më i mirë i aktivitetit, që do të marrë Sokol Kushtën, do ta ketë kujtim. Atëherë shfrytëzoj rastin me Manën për një intervistë. Defrim, shumë faleminderit për organizimin, ishte fantastik. Edhe faleminderit për çmimin e dhënë. Dhe shishir Zotit se na dha një ditë shumë bukur sot për futboll. Falenderoj gjithë Dibranët dhe që jemi kismet vitit të nëmet. Bravo! Suksesa! Andrejt, diskutimet vazhdojnë, ndërkohë kemi dekorojmë Mehmet Kasiqin, afro pak, sa të gjeni emrin ju. Atëherë, kjo panel i është marrë presidentit Federatës Futbollit Kosovës Hakim Ademi dhe me kënaqësi të madhe ja dorëzoj Mehmet Krasniqin, i cili zemrën e ka gjysër Shqipëri dhe gjysër Kosovë. Sokol Kushta, dorëzoja dhe këtë medalje zotit Krasniqit, lutem për pas se dorëzosh trofeun. Ja të një mon ledjo, are pak Sokol këtu, dorëzoja dhe këtë medalje, zotit Mehmet Krasniqi, që në ka ndihmuar në 10 edicionet kupës Panajot Pano. Edhe në këtë aktivitet, unë jam mirënjohës gjithmonë, e kam një vëlla të dytë dhe dua t'i them faleminderit që ekzistojnë djem të tillë në këtë tokë. Djali i Kosovës, unë i them Shqipe e Kosovës, Mehmet Krasniqi. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje të gjithë lojtarëve, ekipeve që e mënsuat një turne kaq madhështor në këtë vend, në këto troje kaq madhështore të Dibrës tonë, Dibrës Shqipërisë, që shqiptarëve ku janë. Falenderoj Federatin e Futbollit Kosovës, falenderoj Edmond Thaçin, i cili Kosova gjithmonë, ose Dartania jonë, kur nuk i lënë çunat e vet jashtë, po gjithmonë i mbledh brenda. I falenderoj shumë, falenderoj Defrimin, organizatorët dhe të gjithë, ju falenderoj jashtëzakonisht të gjithëve. Kupa e lojtarit më të mirë, Elvis Kovaci, me kupën e Sokol Kushtës. Një përshëndetje nga Petrit Kaça, legjenda që ka qenë në çdo edicion, një duar tokitje për Petrit Kaçën, nga Belgjika. Ja, duar tokitjet janë për ty dhe ekipin belg, shqiptarët e Belgjikës. Jam shumë i lumtur për çmimin që më dha, por më shumë i lumtur për këtë aktivitet futbollistik që i jep shumë gjallëri Dibrës. Bravo Visi! I jepet ekipit 3-1-shat, që zuri vendin e dytë. Një duar tokitje për ekipin 3-1-shat, edhe për presidentin. Ekipit Laçës që zuri vendin e tretë. Ekipi Laçës. Ekipi Arasit që zuri vendin e katërt. Dhe ja ku është plumi. Jepja plumit, edhe medaljen jepja. Dhe me edhe trofeun Sokol. Do vindit merrni medaljet, pastaj do merrni kupën në fund. Dakor, kapiteni në fund. Atëherë sukthi të gjithë do vinë të marrin nga një medalje këtu, edhe këtë diplom që jepet ekipit të sukthit që zuri vendin e parë. Suksese. Nga një medalje rrini aty. Nga një medalje rrini aty se do uftojnë pastaj gjithë. Vazhdo. Vazhdo, tjetri. Kapiteni në fund, kapiteni.
Suksese. Kapiteni në fund. Suksese. Suksese. Festa e titullit kampion Buzdrinit Futboll Buzri do zhvillohet në Sukf në një nga ditët që do dalem me presidentin. Ku është presidenti? Në një nga ditët do bëhet festa e titullit kampion në Sukf. Do vinë gjithë yjet në Sukf. Dakor? Okej. Do më leni një numër telefoni se s'kam as i kontakt tuaj. Kapiteni, ku është kapiteni? Mere dhe medaljen. Mere dhe medaljen, mere dhe kupën. Mere dhe kupën.